Aeroportet europiane po përballen me një krizë të thellë furnizimi me karburant për avion, e cila po rrezikon seriozisht operimin normal të fluturimeve, veçanërisht në prag të sezonit turistik të verës. Situata është përkeqësuar ndjeshëm nga tensionet në lindjen e mesme dhe ndërprerjet në rrugën kryesore të furnizimit. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, rreth 40% e furnizimit global me karburant për avion kalon përmes ngushticës së Hormuzit, i cili aktualisht po përballet me trafik të ngjeshur dhe pasiguri të lartë. Ndërkohë, disa shtete europiane disponojnë rezerva strategjike që mjaftojnë vetëm për 8 deri në 10 ditë. Një fakt që ka ngritur alarmin në institucionet europiane. Në një letër drejtuar komisionerëve të Bashkimit Evropian më 9 prill, drejtori i përgjithshëm për Europën në Këshillin Ndërkombëtar të Aeroportëve nënvizoi se situata është më kritike se sa ishte raportuar fillimisht. Ai paralajmëroi se nëse mungesat vazhdojnë, fluturimet gjatë verës mund të preken rënd. Në disa vende si Italia, aeroportet kanë filluar të zbatojnë masa emergjente për të menaxhuar vështirësitë në furnizim. Në të njëjtën kohë, armëpushimi i fundit me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit nuk ka sjell stabilitet në tregun e karburantit, ndërsa rreth 170 milion fuqi mbeten ende të bllokuara në gjirin persik. Çmimet e karburantit kanë possuar rritje drastike, duke arritur $1573 për ton, më shumë se 2 fishi nivelit para konfliktit. Kjo ka shtyrë kompanitë ajrore të reduktojnë kapacitetet dhe të rrisin çmimet e biletave. Disa transportues kanë nisur të anullojnë fluturime më pak fitimprurse dhe paralajmërojnë për një ver të vështirë për industrinë e aviacionit dhe për udhëtarët.